është kënaqësia më e madhe jemja kur edhe çifti i ri janë të kënaqur edhe me muzikën se parja shkon e vjen tek e fundit është edhe anti-reklame jemja nëse e bëj një dashëm keq. Një veprim të keq. Gjithmonë munona janë familjar krejt edhe janë të zgjedhunit e dasmorit. Ka punu në është aton jetën për me kursy, për me bo qatë event, unë më që me bo hajgare aty nuk ka kuptim, po munona maksimumin me dhonë pa e ditë që nesër ka me knu prapë. Maksimumin me dhonë. Jollë, sa herë ta njëm kongën e Kanagjeqit se e kënën, familjarisht kojmë. Gruja jam qëtë në gjithë velen, janë i s'kon, i merë në rëkton, tape në përdel në bërë, i merë në edhe në kasontin e rryme se kish morë në rëkit ish habit. Po, dhe po, se dhe mu më ka ndodhë me kajt, me kongën tem. Po. Për shambull, kur në Kanagjeq ma lypin kongën, mori nane lumja nanë kongë që ma ka baj Lirë Berani. Një kongë që me të vërtet o konë ndër kongët e para dhe i ka rezistu vjetëve dhe ma lypin hala këtë kongë në për Kanagjeqe. Është me një tekst shumë dhemshëm, edhe kur ki qikë vetë, edhe kur e ki të martu me qikën, normal që emocionohësh. Nuk është veç peknoj edhe pisho krejt, peshon vajzën që martohet, po martohet edhe kur zhesh, po knoj mekanikisht. Po jo emocionalisht e knoj këtë kongë se edhe unë emocionona. Se cëlla që ka qika e din që tu ka martu qika, sa do kudo po del Piderës tane, po shkon, e ke rritë dhe del shqyqër që po del, po është gëzim që po martohet, po në anën tjetër është një farë, qysh me thonë, një farë malëngjimi për nanën që e marton qikën, e po më ka ndodhë dhe mu që kom kajt, po gjithmonë ju munu me murujt me kënu në është a një strofe dhe refrenin edhe mësë me vazhdu se s'kum dasht mu shëndru qaj Kanagjeq shambull me pa lotin e nanës ose të nusës që po martohet. Tek e fundit është gëzim edhe Kanagjeq që pe marton, pe merë që ato që pe donë, po kryon familje, qika, nuk është si për para që kanë qitë shamine, kanë kajt, i kanë marë ngryk që po thuti. Mas po marë ngryk kështu, a? Jo me qëfar ngryku, ja. Jo. Tash po knaqen edhe qika që po martohet me familjare, me shoqe, me krejt që ato që i ka thirat. Tash kom një se ma shumë po kojnë shoqet e nusës se nusja. Në shta që se kanë fatin e... Pa që ata të ndërtën, i të kisha më bolën e si kja. Po, bashkë që ashtu është. Unë gjithmonë thëmë ku ka qik ishala ka jetën e lumëtën, edhe ishala zgjedhë që ato që e donë, edhe e kryojnë familjen, se të ke fundit që ashtu edhe Zoti e kalonë, mu martu qika me një djallë që e donë, e shqyqyr që nuk është si për para që kanë martu prent ose kanë... A se ke dit ku po shkona? A se ke dit ku po shkona, po. Për shumë si nona tona e si babala tonë. Që atëherë duf me kojt. E atëherë kanë kojt. Ka duf me kojt që kanë pas fajse edhe nusën e kanë qujtë rëbë. Me thonë, e kanë konsideru si rëbë. Tash jo, tash shqyqyr që kanë ndryshu rrethonat edhe tash po martohet qika, po knaqet edhe prindi që pe marton, pe marrë që ato që pe donë, po bat me nipa, me mbesa që edhe une e kom arritat status gjyshës, që është knaqësia ma madhe në botë. Tash nusja s'po kanë ma, tash burri po kanë ku po shka nusja të dvetë. Po... Hec ku po shka në rikë të! Hajde edhe s'ka, mos po shkojnë më të dvetë. Konga Gurbetit i ka prek shumë. A ka ndigu që kja kong të Bashkimi Europian që na ka bo liberalizimin e vizave? Me që të kongë atët për harje kur vizat e në kënishti me kojtë. Shumë zemra i ke prek. Kanë ndiku po edhe kongët e kanë atë fuqin e vetë, po edhe politikat e kanë fuqin e vetë edhe krejt bashkë kur jenë bo, është bo liberalizimi vizave. Edhe tash se kom përjetu edhe kohën kur kom qenë ma e re, edhe ke knu një kongë Gurbeti ke shku për shambull në Evropë dikon, ke shku në njërë të organizume me shumë kolege, i ke pa publikun të qajtë se kanë shku nështë 5 vite, 10 vite, s'kanë mujtë me ardhë, ose s'ka pas as telefona,
tash me liberalizimin e vizave, me rrjetet sociale, me telefona, nuk ka më gurbet. S'ka më, se ta afron, po dalin për qef rinia, për një jetë ma të mirë, jo veç për një jetë ma të mirë, po edhe për pikë qefit po dalin, po studiojnë jashtë, peshojnë që e kanë gjetë një vend stabil edhe një vend të punës të mirë për çka dhe kanë studiu, po krijojnë familjen edhe jetën jashtë, qoftë në Evropë, qoftë në Amerikë, qoftë në Australi, kudo qoftë, me thonë, nuk ka më gurbet menoj, që s'ka më mall ashtu, që shka pas jo, që shoko, jo, tash amanë, që shë kanë pejtë që të kongë, gurbet qartë? Për para, për shambull, kër e knojqa kongën vinë vaporat, ishishen publik në salë të qajtë. Edhe me nëzispretishin me ta kap dorën edhe adin sikur ja u kequti një pjesë të Kosovës aty në atje. Për mes kongës, e për mes komunikimit, e për mes shikimit, i ke pa që janë të vujtën. Tash është pak ma ndryshe, tash po bojmë kongët gurbetit, se najhere po duhet edhe loj temash me këndu. Kanë agjeqit e kongë lirike, sociale, po, patriotike, besa dhe socialet janë shumë që prekin fatkeqësisht që ka edhe varfni shumë në Kosovë, ka papunësi. Po, shumica, dhe më thonë, na po mundohem mi prek temat të ndryshme për me mës mu ba dhe monoton me të njëjtën temë, edhe po pritën mirë. Që s'pe kap një temë për që ta farë politikana se na mëtën? So që se kanë kap, ka dhe këngëtare që kanë kënu. Po, ko është valloj. Tash naj projekt të ri. Se tash prakt festa vjen. Po, në prakt festave, bash një këngë për Prishtina Likën. Prishtina Likën? Po, e kom bo këto, ma ka bo Afrim Macula, cilin e përshëndes. Edhe na përshëndesëm. Është një ndër kompozitorët shumë të mirë që asnjëherë se harroj që kur jam martu, dhe më thonë e kom bo një pauzë 3-4 vjeqare, mi ka bo këngët bashkë me Nejat Maculin komplet albumit, edhe më ka rikthyn muzikë Afrimi. Kështu që dhe këngën për Prishtina Likën, tekstin e ka bo Valja, gruaja e Afrimit, muzikën e ka bo Afrimi, orkestrimin e kreti ka baj, ndërsa spotin, videoklipin e kom bo me ndihmën e bashkëpunëtorëve të mi, këto që janë pa harru drejtorin e DTV-s Ramiz Vitin. Masanaj Visari o konë që s'ka pritu asë një herë, se pak jam edhe detajiste, po Visari arrin të kryqë atë që pa e kryqë është të shkajnë Visari është shumë i përpekta. Edhe fotot, edhe videoklipin, bilesi erdha këtu, tha hajde vjollës këshyre që shka dalë, nuk ishë përfundu hala, po shpresoj që kam ju pëlqy publikut, që kjo është një ndër projektet e mija treja, masane një kongë e kom ba të Burim Krasniqi, edhe një kongë tjetër e kom ba pak ma heret një kongë dashnis, që pres për festat e fund vitit me lanso, se po thojnë. Me lanso tash. Në kanalin tim. Na i bashkëpunim, a kemi na i kun tjetër tash?